Një takim si ky mes delegacioneve të Rusisë dhe Ukrainës, që u mbajt më 16 maj në Stamboll, mund të përsëritet në këtë qytet më 2 qershor. Për të po punon fort ministri i jashtëm turk Hakan Fidan, i cili gjatë gjithë javës së fundit qëndroi në kryeqytetet e të dyja shteteve. Por kryediplomati nga Ankaraja nuk do të ishte i kënaqur nëse ky takim nuk pasohet me një tjetër të nivelit më të lartë, ku pjesëmarrës do të ishin 4 president, e i cili do të mund të konsiderojë si më i rëndësishmi për sigurinë dhe paqen në Evropë e jo vetëm. Këtë Fidan e tha të premten kur takoi homologun e tij Ukrainas, Andriy Sybiha. Mendoj se një takim i liderëve në fazat e ardhshme do të ishte shumë i mirë, veçanërisht për zbatimin e një armpushimi afatgjat. Ne besojmë se bisedimet e mbajtura në Stamboll mund të kurorzohen me një takim midis zotit Trump, zotit Putin dhe zotit Zelenski, i organizuar nga zoti Erdogan. Fidan dhe shteti i tij, Turqia, po e tablojnë veten si palë kyçe ndërmjetësimi në bisedimet mes Rusisë e Ukrainës. Raundi më hershëm i negociatave mes delegacioneve të këtyre dy vendeve i mbajtur në Stamboll rezultoi me marrëveshje për shkëmbim të burgosërve, por jo edhe me paqe. E kjo, sipas turkut, është e domosdoshme dhe urgjente. Kemi arritur në një udhkryq kritik në këtë luftë. Para nesh janë 2 rrugë. Ose do të mbyllim sytë ndaj vazhdimit të luftës, ose do të arrijmë një paqe të qëndrueshme brenda këtij viti. Ukraina dhe presidenti i saj, Zelenski, kanë shprehur gatishmëri, moti, për takim me Putinin. Por, ky i fundit ka kushtëzuar një gjë të tillë me rezultate konkrete të takimit të delegacioneve të dyja vendeve me 2 qershor në Stamboll. E po ashtu ka thënë se nuk bisedon me homologun nga Kijevi pa praninë e Trump. Amerikanë ndërkaq ka kritikuar ashpër Rusin për sulmet e fundit në Ukrainë, por ka thënë se mund të marrë pjesë në takim nëse, siç u shpreh, kjo është e domosdoshme.